ndodhë dhe më thonë, sot na jemi dëshmitar se në emën të arkeologjisë, të gropimeve arkeologjike, të hulumtimeve arkeologjike, vinë njerëzit të pushtetit, edhe koha i ka shemë murët e shumë objekteve historike të muslimanve, e vinë ata në emën të gjurmimeve arkeologjike edhe themelet e atyre objekteve historike muslimane i tretin dhe i zhdukin. Kështu ka ndodhë, 1963 tërmetin e Shkupit, tërgojnë dëshmitarët e gjallë, që nuk është shumë largë 63-shi. Tërmeti nëse i ka kris gjamia, dhe më është qa muri i gjamis për tërmeti i madhë. Ata, dhe më të njëzit të i dhonë ndihmën e parë të lënduarve në tërmet, njerëzit që kanë sundu këtë shtetë në të ko, i kanë marrë buldozerat e kamionat edhe i kanë prish këtë më njëherë. Ta shpizin rastin që ai muri i qamë më mos tjetë. Edhe normalisht pas e kanë lu me bari, u bo park edhe, e pas një kohë pas e ata, qatë vend, gjami se kanë bo palat të drejtësisë. E zbohet e o palat të drejtësisë. Pse se në start është bo me hile, është bo me vjedhje, është bo me keq përdorim. Zbohet, ba djava, 100 vjetë të la e gjokës. Shka të du është banë, ke me hupë. Jeta nuk sosët me një ditë e dy, e gjatë. Mirë po, disa njerëz mundohen që edhe themelet e objektive tona historike, ti tjetërsojnë edhe dali shpesh thënë për shembull në themelet e kësaj xhamie pas ka pas kish. Edhe bile këto muhabete pastaj i gëlltisin edhe disa politikanë domethënë të shqiptarëve me emra muslimansh, edhe i prezentojnë në publik si fakte, si gjëra të vërtetuara, thjesht spekulime, edhe nuk ka muhabete.